Jo 5.000, jo 50.000, po 500.000 të dalin, edhe jo të dalin 5 ditë, po të rinë aty deri në majna qershorin e 2029-ës, ne kemi kontratën me 800 kusur mijë njerëz. Unë dua që brenda kësaj dekade ne të bëjmë investimin. A investim, duke u realizuar, do të bëhet bekimi i madh i ekonomisë, jo të Vlorës, as të qarkut të Vlorës, po të gjithë Shqipërisë. Flasim për pronat, po shitet Shqipëria, cila si po shitet Shqipëria, në çfarë forme? Shqipëria është përdhunuar shumë kohë përpara sa ju të më jepni mua besimin për të drejtuar Partinë Socialiste. Shqipëria është përdhunuar kur titullet e pronësisë i morën në gjobon gjodinzorën nga kutit metalike që ishin të ruajtura akull. Po të ishim ne ata që shisnim Shqipërinë, do ishte privatizuar Sazani. Më tregojnë mua këta honxho-bonxho investime strategjike. E mbani mend që ktheheshin dhe pusin me zinit dhe mund të dilje pa pritur pa kujtuar, të mbytesh në lumën e Vlorës dhe mos ta gjejë dot ku ishte Vlora. Po ta hapni mushkojën u. Po lëre më mushkojën, mushkonja ishte. Jo më lëre mushkojën. Mushkonja ishte për ta zënë dashnore, po ta rrije gjallë.